do të mbohet marshi protestues liria po emër në mbështetje të shënderimtarëve tanë që po mbohen padrejtësisht në hap. Ne si besimtarë dhe si qytetarë të këtij vendi kemi të drejtë në obligim moral që ta ngrisim zërin për drejtësi, dinjitet dhe të vërtetën tonë historike. Bashkësia jonë fetare islame mbështet fuqishëm moshë, duke porositur qytetarët që në mënyrë pasore, të qetë dhe dinjitoze t'i përgjigjen këtij marshi duke treguar unitet, maturi dhe përgjegjësi, ashtu siç na mëson feja jonë islame. Zeri ynë i bashkuar është dëshmi se nuk harrojmë sakrificën, nuk pranojmë padrejtësinë dhe nuk lejojmë që të njolloset lufta jonë e drejtë për shlirimin e adhlemit. E lusim Zotin Gjellëshanu që kjo ditë t'jetë ditë feste dhe Ramazanin tonë ta presin në mënyrën më të mirë, duke lutur Zotin Gjellëshanu që na i pranoj adhurimet tona